punë. 4 punëtorë të Kekut kanë humbur jetën në vendin e punës brenda pak muajsh. Për PDK-n këtë raste nuk janë më incidente të izoluara, por dëshmi një dështimi institucional për garantimin e sigurisë së punëtorëve. Deputeti Arjan Tahiri në një konferencë për media akuzoi qeverinë për neglizhencë dhe mungesë mbikëqyrjeje, duke kërkuar veprime të menjëhershme nga organet përgjegjëse. Ky është një dështim institucional tjetër i rollës në situatën dhe aktualitetin që jemi duke e përjetuar bashkërisht. Tahiri tha se qeveria e ka centralizuar sistemin e inspektimeve përmes zyrës së inspektoratit të përgjithshëm në zyrën e kryeministrit, por sipas tij, kur ndodhin tragjedi të tilla, përgjegjësia mbetet pa adresë. Kur 4 punëtorë humbin jetën brenda një viti në një ndërmarrje publike, përgjegjësia nuk mund të fshihet, të shpërndahet apo të hidhet dikujt tjetër. Përmes kësaj konference, deputeti i PDK-s Arjan Tahiri nuk la pa përmendur edhe njëherë çështjen e konstituimit të kuvendit. Ai tha se partia e tij po kërkon që kuvendi i Kosovës të bëhet funksional, ndërsa shtoi se aktualisht është duke u shkelur kushtetuta. 4 ditë para shpalljes së aktgjykimit nga gjykata speciale ndaj 4 ish krerëve të ushtrisë qërimtare